27 dhjetor. Sot ka qenë mëngjes me borë një orë ftohtë i madh. Doja sqaroj diçka lidhur me aktin për demokraci për Ballkanin Perëndimor kaluar nga Kongresi tek ligji i mbrojtjes. Është 43 faqe. Natyrisht është një mbështetje për kombet e Ballkanit Perëndimor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ata që dëmtojnë më shumë në kësi rast janë amatorët që nuk e njohin as pak politikën e jashtme amerikane, as pak situatën këtu dhe fluturojnë me teori të ndryshme konspiracione. Ajo që më gëzon tek pakti për demokracinë, pra 43 faqe, ka një marrëveshje midis republikanëve dhe demokratëve, është një vazhdimësie emergjencës të ligjit për korrupsion nga Bideni, që vazhdon dhe me këtë administratë. Siç që kam thënë disa herë që pushteti në Amerikë nuk është thjesht tek presidenti, tek administrata, pra tek departamenti i shtetit, është në Senat, është në Kongres, është dhe në media. Shumë shkrime në median e djathtë amerikane e kanë paraqitur Ramën si Erdogan, si Noriega, si krerë të narkoshtetit, mafios, dhe shpesh i përmendin dosjen me Megamiko. Tek akti 43 faqe që kaloi në ligj dhe shfirmosur nga presidenti Trump, ato që duhet të vlerësoj me optimizëm është që ndalohet në ligj ndrimi, shkëmbimi i tokave të Kosovës dhe duhet të ketë njohje reciproke dhe nuk ka ndryshime në Ballkan. Përmenden zgjedhjet e vjetra në Serbi, përmendet korrupsioni galopant dhe ligji ka dalë në 25 shtator, janë plotësuar 90 ditë në 25 dhjetor, çka e detyron me ligj sekretarin Rubio të nisë një iniciativë kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Do të ngrihen përsëri ndihmat financiare, siç ndodhen kur Rubio erdhi në fillim dhe kur shumë nga ju atje thatë që Amerika u largua nga SPAC-u, do të rivlerësohet edhe një herë dhe potencialisht do të ketë deklarime non grata, sepse tek pakti me 43 faqe flitet gjatë për sanksionet, duke i dhënë një forcë urdhrave ekzekutive të presidentit për të deklaruar të sankcionuar, por dhe mundësinë që presidentit të falë. Pra, kongresmenët republikanë kanë dashur të justifikojnë atë që ndodhi me Dodik dhe jepen me pika rastet kur presidenti ka drejt që të heqë ato që në Shqipëri rëndom quhet non grata. Në media është folur shumë që nuk jo hoq Berishës non grata, jo, Rubio teknikisht ka drejt dhe është i lirë të veprojë tani mbas këtij akti të kaluar në Kongres dhe në Senat. Natyrisht që këmbanat janë për Ramën. Korrupsioni është galopant. Mbas 90 ditëve me strategjinë e re të Rubios, sepse ligji të jep drejt 180 ditë, mund të ketë, dhe për mendimin tim duhet të ketë, sepse për mendimin tim Balluku është aktualisht non grata, Vengu është non grata, de jure edhe Rama është non grata. De facto, varet nga forca e reagimit të Shqipërisë. Pakti i ri për Ballkanin Perëndimor, mua më duket se kthehet tek platforma e Xhezi Helmsit madh, që nuk mund të ketë zgjidhje në Ballkan pa zgjidhur çështjen e shqiptarëve. Pra Kosova është e mbrojtur, nga ana tjetër hidhen këmbanat e alarmit për ndikimin rus dhe kinez. Janë $100 miliard investime kineze në Ballkanin Perëndimor. Serbia është tërësisht e lidhur me Rusinë për ngrohjen, për gazin, naftën. Por amerikanët kanë investuar privatisht $20 miliard në Serbi. Zgjuarësia e një qeverie shqiptare është që të rriqen investime. Tek pakti thuhet qartë që të nxiten investimet e diasporave të vendeve Ballkanit Perëndimor, shqiptar amerikan. Por të mos ndodh siç ndodhi me ABI Bank, e cila u kontrollua nga dyshja e çiftit modern Ceausescu, bashkëshorti i Ramës, e cila ditën që është larguar nga ABI Bank, janë zhdukur $58 milion. A ka qenë rastisht
disa si kërputa, disa hotele deri në New York, a është ajo aksionere e fshet dhe pa diskutim agjencit ligjë zbatuese këtu e kanë hetuar? Që nga supermarketet, nga vilat e ndërtuara, nga ndërtimet që familja Rama me njerëz të afërt kanë në Michigan, me aksionet e fsheta tek oligarkët. Ky akt i ri i kaluar nga Kongresi i jep mundësi që Departamenti i Shtetit të mos jetë më konfuz, të mos jetë më i tërhequr për të jetë aktiv. Natyrisht që mesazhet ata i kanë dhënë qarta, dhe Rama këtë e di, sepse nuk e ka takuar askush. Në 25 gusht, Rubio është takuar me ministrin e jashtëm të Serbisë, si takim para prak për partneritet strategjik, ndërkohë që Kosovës ja ka pezulluar me ne asgjë. Kjo tregon që diplomacia jonë është e shkatruar me figurina që Rama vendos. Dhe është një qëndrim politik ndaj tij. Të shpresosh që departamenti i Rubios do të vërë të zbatoj këtë akt fantastik, duhet të jesh pak edhe që mos biesh në pre dhe të zhgënjimit. Ende departamenti i Rubios nuk ka caktuar numrin 1 për Byron e Evropës. Është aktin Handeron, i cili ka takuar disa minuta në Vjenë Spiropalin, kaq. Fleming është personi që ka zvendësuar Escobar, personi që merret në Western Balkans. Ka qenë në Shqipëri, haptas mbështetje e SPAK-ut. Tek akti, ajo që vjen pa, Amerika mbështet fuqimisht SPAK-un. Pra kur mbështet SPAK-un, është kundër Ramës. Shumë thonë që përse nuk flet Departamenti i Shtetit për rastin e skandaloz Ballukut. Unë mendoj se diplomatikisht ata kanë dhënë mesazhe. Ky departament, siç më kanë deklaruar disa herë, nuk do të mbaj deklarata publike, jo vetëm për vende si Shqipëria, por për gjithë Ballkanin e Evropën, vetëm kur të ketë prekje të interesave financiare dhe të sigurisë kombëtare amerikane. Unë shpresoj se kjo do të ndryshojë mas 90 ditësh. Rubio i ka të gjitha mjetet që të shlirojë rreth konfuze që është në Fogibatën. Natyrisht që kanë filluar emrime të reja, dhe natyrisht që platforma e Magës çdo ditë fuqizohet. Rubio personalisht, edhe pse ka potencë të madhe dhe si këshilltar i sigurisë kombëtare, është anashkaluar dhe sekretare de facto është Witkoff. Ati beson më shumë Trump. Trump ka kohë që ka vënë në dyshim të gjithë ata që janë tek oborri i tij i afër. Domethënë, mos vall Rubio flet vetëm ato që unë dua të dëgjoj, ka thënë Trump. Për J.D. Vance e di që ai thjesht për karrierë është në mbështetje dhe është dikush që vetëm lëpijet. Pra, Trump ka filluar të ndjejë nevojën të mos ketë vetëm yes man, por të ketë edhe këshilltar si dikur Bolton ose generalet, të cilët e kundërshtonin me fakte, duke dhënë hapësirë që të merrte vendime më të drejta. Por Trump është atipik. Dhe Trump askush nuk mund ta kuptoj. Por ai ka një strategji. Ai mendon se është misionar i dërguar për të shpëtuar qytetërimin perëndimor, ndaj ishte aq i ashpër tek ajo platforma e strategjisë kombëtare ndaj Europës. Nuk e suporton dot Trumpi zhdukjen e racës bardhë europiane, kulturën perëndimore, dhe e thot, është i vetmi, të tjerë nuk e thonë. Dhe këtu shumë i suksesshëm në mbylljen e kufirit jugor, luftën ndaj trafiqeve të drogës, dhe shpreson që politika e tij tarifave të funksionojë. Nuk ka krijuar krizën madhore vendosja e tarifave. Është kjo zgjuarësia e Trump, është zgjuarësia e tregut, por e ka dëmtuar tek numri i të punësuarve. Ka rënë numri i punësuarve çdo vit afërsisht
punësojnë 200.000 vetë. Kjo ka qenë me Obama, me Biden, me Trumpin ka disa muaj që është 35.000, 40.000, a justifikohet se unë kam pushuar rreth 250.000 nga administrata publike, nuk është kjo. Vendosja e tarifave i ka friksuar pronarët, aksionerët për të investuar, për të zgjeruar. Por prap duket kontradiktore sepse në semestrin e fundit GDP-ja u rrit 4.6%. A ka ndikim mënyra se si është llogaritur GDP-ja kur qeveria ishte mbyllur një muaj? Nuk e di. Edhe mundet. Ne jemi mësuar që vendet që kanë rritje ekonomike janë vendet që prosperojnë. Por këtë e hedh poshtë Japonia që mund të ketë 20 vjet që thuajse nuk ka rritje ekonomike. Ose Gjermania, giganti i Europës, 4 vitet të fundit, rritja ekonomike thuajse zero. Në qoftë se investimet që mendohet të jenë 9.8 trilion dollar nga tuajt, do fillojnë faktikisht vinë Amerikë, Trump do të fitojë mes mandatit. Buxheti i mbrojtjes është vjetor. Zgjuarësia e futjes tek akti për demokraci për vendet e Ballkanit Perëndimor e paragrafit për Kosovën duhet vlerësuar. Nuk e di cilët kanë qenë në spital iniciatorët e saj, kurse idetë e tjera për ta shqiptarizuar këtë akt, unë i shikoj si amatoreske. Por unë e di që kjo administrat nuk është si administrata Biden dhe Blinken me qeverinë e korruptuar të Ramës. Këtë e sheh gjithkush. Rama e ka ndjerë, kërkon të portretizohet si i viktimizuar dhe kërkon të tregohet i fortë në Amerikës, gjithë fjalimet e tij janë anti-amerikane që nga korriku. Kërkon strekhim tek burokratët e BE-s, nuk ka shpëtim. Drejt surrelit është mesazhi më i qartë dhe më domethënës, duke përfituar nga këto lëvizje të Kongresit Amerikan, që detyrojnë administratën e Trump dhe konkretisht sekretarin Rubio të jetë i ashpër ndaj Ramës dhe qeverisë të korruptuar, janë shqiptarët ata që duhet të tregojnë forcë dhe të ngrihen në nivel digniteti për të mos pranuar të drejtojnë nga një klik kusarësh mediokër, ordiner, anti-amerikan dhe anti-shqiptar. Dihet në lidhjet e Ramës me Vučić. Balluku është e dërguar Athinës. Nuk ka se si ndryshe dikush që ka punuar si pastrues të data në Athinë të vi numri 2 i qeverisë. Nuk ka matematik, nuk ka logjik, nuk ka laborator të bindë. Korrupsioni shikohet si emergjencë për qeverinë amerikane. Ka qenë ligji i Bidenit që vazhdoi nga presidenti Trump dhe do ketë sanksione dhe non grata pa diskutim. Shumë nga bota e medias, pronar televizionesh, oligark, janë non grata, politikan, por nuk është për publike. Balluku është non grata, as nuk e diskutoj. De jure është Rama. Vetë shqiptarët e kanë dorë të bëjnë de facto non grata Ramën dhe klikën e këtij. Ideja se Rama mund vitë bëjë një vizitë të sponsorizuar në SBA, as nuk më tremb, as nuk shqetëson. Kujtoj dikur Condoleezza Rice se si puthej me Gaddafin. E më vonë për punë ditësh ose javësh ndodhi ai fund i merituar për të. Diplomacia është diplomaci. Mëngjesi i lutjeve është i hapur thuajse për gjithkënd të vish në Washington. Por dikur kur vinin në seancat e OKB-s në shtator, të gjithë ndalonin në Washington. Berisha, Nano, Meta, Rama jo, asnjëherë, sepse dosjet i ka masive. Kam një lajm të keq për të mirë për ne që McGonigal do të shtojnë vitet e burgut. Çka tregon që janë thelluar në rihetim ndaj tij
Dhe në këto rihetime, natyrisht që kanë dalë dhe do të dalin të reja. Është gjyqi i New Yorkut dhe gjyqi i Washingtonit, në atë dosje masive që ju kam thënë, juridikisht ka mundësi që dhe mund mos dalë përpara gjykatës për ta marrë vendimin shtesë. Do të na interesonte shumë që të dilte përpara gjykatës, dhe pse jo, të thirrej këtë radhë dhe të mos merre parasysh imuniteti Rama. Ma ka thënë Friedman, gazetari që ka hulumtuar më gjatë për këtë, që Ramën mund ta thrasin si dëshmitar. Rama mund ta ketë dhënë dëshminë. E ka ndaluar përpara 2 vjetëve FBI një orë. Ka qenë ndalesë me dëshirë, sepse me imunitet. Por nëse ai do të vinte këtë radhë, na them që ndalesa nuk do të jetë me dëshirë këtë radhë, sepse janë shumë pranë shtesës të dënimit dhe një rigjykimit të ri ndaj McGonigal. Dhe nuk mjafton vetëm këtë dosje, është Sinaloa, trafiqet. Dhe personi që ka kontrolluar dhe Agasin në mos gaboj në veprimtarinë e tij ka të Porti Durrësit dhe Don Bongino ka qenë personi që ka jetuar gjatë atje. Deri para pak kohësh thuhej që Rama ka pas lidhje me krimin. Amerikanët po binden që krimi kontrollon Ramën, kontrollon qeverinë dhe e ka kthyer Shqipërinë si një qendër destabilizimi për interesat kombëtare amerikane dhe politikën amerikane për Ballkanin Perëndimor. Me këtë sy do ta shikoja unë aktin e ri të Kongresit me 43 faqe. Jeni të bindur që zoti Trump nuk e ka lexuar. Mos i duket ta bi. Ma ka deklaruar ambasadori Bolton. Tek platforma e sigurisë kombëtare të mandatit parë, Bolton ma ka thënë që përpiluesi kryesor kam qenë unë të disa specialistë. Trump nuk e lexoi, vetëm firmosi. Natyrisht, po të shikosh aktin me 43 faqe, duket që është dora e juristëve, e specialistëve, jo thjesht kongresmenëve dhe senatorëve. Por duke e vendosur si ligj, kjo mbron çdo frymë demokratike, çdo forcë që kërkon të shikojnë ndaj Amerikës si shpresë, siç kemi parë gjithmonë, duke dëgjuar mbas diçka që tash Trumpi nuk e do zërin Amerikës, por Trump e hoqi atë radio propagande që ishte kthyer kundër djathtës. Ishte e majtë radikale, dhe ne kemi ndjerë për shumë vitesh në Shqipëri. Edhe jemi habitur. Por kjo është situata. Natyrisht që vendet vogla bëjnë politikë të vogël, vendet mëdha bëjnë politika të mëdha. Ne nuk jemi pika e qëndresës, por kur kalon një akt për Ballkanin Perëndimor, unë them se ne jemi. Sepse nga vendet anëtare të NATO-s, Shqipëria ka rëndësinë më të madhe në Ballkan. Janë më të zgjuar më të shkathët serbët, po, kanë thithur $20 miliard investime nga Amerika. U provuan me lajka të afroheshin te obori Trump, madje Vučić ndërmori një udhtim afër Mar-a-Lagos, por nuk e lejuan. Dhe ai u kundërpërgjigj duke larguar Kushnerin nga ato investimet, ndërtimet e hoteleve. Dhe unë dëshiroj dhe shpresoj që Kushneri të ikë edhe nga Sazani, sepse për mendimin tim është një barë mbi zotin Trump. Do të akuzojnë Trumpin nëse humbet Kongresin për korrupsionin në dhëndrit të tij. S'ka pse. S'ka pse të humbasë një vend aleat si Shqipëria, një popull pro-amerikan. Po të paktën gjysma janë kundër Sazanit, sepse janë kundër Ramës. Disa shkrime duhen vlerësuar. Por shkrimi që ka më shumë vlerë për mua, duke e njohur se si funksionon këtu, është shkrimi në Washington Times. Nuk jam i sigurt ka qenë print në gazetë apo thjesht online. Por si të qoftë, Washington Times njihet si gazeta konservatore e Washingtonit. Pra është Washington Post radikale që ka tirazh të madh, të paktën ka pasur, dhe Washington Times që tirazhi nuk e ka shumë të madh, por shkon te çdo senator,
kongresmen dhe në Shtëpinë e Bardhë. Natyrisht dhe në Foggy Button, Departamentin Amerikan të Shtetit. Ende nuk kemi një nominim për ambasador, besoj javën e parë të janarit do të jem fizikisht në konferencë shtypit në departament do dy pyes. Më kanë kthyer përgjigje që pyet në Shtëpinë e Bardhë. Pra departamenti nuk di asgjë. Janë 90 poste ambasadorësh bosh, të zbrazur pra dhe ajo që ka ndodhur duke thirrur mbrapsht dhe duke shkarkuar dhe 30 ambasadorë të tjerë që ishin jo politik por karriere, krijoi një përshtyllje të madh dhe senatorët dy partish i kanë bërë një letër Trumpit që ktheje këtë. Nuk e di, Trump ka shpërblyer donatorët dhe e shikon postin e ambasadorit si politik me njerëzit që kanë mbështetur atë. Është drejta presidentit, ka marrë 77 milion vota. Dhe Trump, edhe pse duket sikur është për izolim të Amerikës, nuk është. Kërkon të luftojë dhe të shkatrojnë dominancën kineze, lidhjen me Rusinë, shpresonte tek një paqe me Ukrainën. Zelenski thuaj se ka rënë dakord, por ajo që krijon atë shihen e keq është që kur shikon në tyrës bisedimit diplomatik dikë që nuk ka asnjë njohuri diplomatike, një mediokër si Kushner, ndihesh keq, por Trump, me sa duket, nuk ka besim tek kabineti i tij, sepse herën e parë u zgënjye shumë. Thuaj se të gjithë kanë bërë libra dhe kundër tij. Duke filluar nga miku i Bolton, i cili ka emërimin e jetës më të madh ka me Trump, me ish shefin e kabinetit, ish sekretarin e Pentagonit, Pompeo, dhe natyrisht që Trump nuk hyn tek skolastikët, nuk i ka një uritë e një shtetarit tipik amerikan. Por Trump erdhi me votë, pikërisht për të treguar kundërshtinë e madhe të shumicës ndaj establishmentit. Unë shpresoj që kjo të ndodhë edhe në Shqipëri. Edhe njerë i përulem me respekt atyre që dolën atë protest, që përfundoj me ato shashka me tym dhe me fjalën drejt Surrelit. Ka njerëz ndershëm në Shqipëri, as nuk e diskutoj, por sundimi i Ramës është shumë i madh sa ka friksuar gjithkënd. Ndaj, lajmet të tilla si akti për Ballkanin Perëndimor duhet na jap shpresë. Po jo të bijem në amatorizma dhe folklorizma. Shteti madh, politikat mëdha. Shteti vogël, politikat. Fondi Ramës për mua ka arritur. Kandili i tij është shuar në kohë. Por jemi ne, jeni ju atje që vendosni goditjen fundore ndaj tij. Rubio, e them dhe njerë, i ka të gjitha shanset të jetë veprimtar dhe të ndihmoj në vendosjen e demokracisë në vendet ndryshme të Ballkanit. Ideja që mund blesh këtë vend nuk funksionon. Ishte Gruevski në Maqedoni. Çfarë nuk bleu? Ishte i lidhur me të gjithë dhe dini si iku si qenë. Këtë fund meriton do të ketë drama. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.